Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllosh botën, bëj që në për nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e 7 kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni o ju sklevër që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt i adorzoj vdekjes së njerëzve, gjykatësinë të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë në nështruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjnë atë e birin e ti, së bashku me shpirtin e shejt, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 16. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzo të shpifësit e mi, hyr dorzan për të mirën e shërbëtorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shterën prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregulloret e tua. Unë jam shërbëtori yt, më jep kuptim t'i njoh dëshmitë e tua. Koha është të dëftohesh o Zot, se e prishën ligjin tënd. O sa i dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, sigurin e çmueshëm. Ndërgu ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve.
Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti i mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnore thiri në ndihmë e Zoti e dëgjoi, dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin, ju shetrit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Pjesa 2 e Psalmit 34. Ejani o bij e më dëgjoni, do t'ju mësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri? A dëshiron ditë shumta për të gëzuar të mirat? Rudhë gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt për grirët. Sado të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do t'u thyhet. E keqjave do ta vras pa keqin, e do ta paguajnë ata që urejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërptorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës së 6 marrë nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15, rishtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hyj gjithëpushtetshëm, pasi kryem festat e Pashkëve, po lutemi bëj që krejt jeta jon të jetë një dëshmi e vazhdueshme e Krishtit të ngjallur, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.